Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të nisur maratonën e gjatë të komentimeve të ngjarjeve më të fundit. Në fakt, edhe pse dita ditës jemi duke i ndjekur nëpër ekranin televiziv, jemi sa më pranë tyre, komentojmë Top Arenën, flasim për ngjarje që po ndodhin, flasim për storjet e tyre, flasim për historitë e tyre, por publiku është ngritur në këmbë, është çuar peshë të di për marrëdhënien e Brikenës, për marrëdhënien e Mateos, për historinë e tyre që ato të dy e ndërtuan, për dashurinë e tyre. Në fakt ka patur shumë pikpyetje për këtë marrëdhënie, ka patur shumë pikpyetje për këtë histori. Ato shfaqen në Top Arena. Okej, nuk ka një transparencë dhe unë e vlerësoj publikun, atë që e kërkon, se në fund të ditës është publiku ai që i ka mbajtur në këmbë, është publiku ai që i ka vlerësuar dhe është publiku ai që i ka dashur. Por do t'ishte e bukur nga Brikena dhe Mateo një herë për gjithmonë të ndalojnë këto forma të marketingut, sepse më duket shumë lojë me publikun kjo gjë. Unë e kuptoj që kjo nuk është skenari i Brikenës, nuk është skenari i Mateos, është skenari i Manushit, por ato duhet të kuptojnë që domethënë ka jetë përtej Top Arenës. Top Arena do t'jetë edhe ca ditë dhe do të përfundoj. Mateo duhet të vi me projekt, Brikena duhet të vi me projekt dhe duhet të jenë sa më transparent te publiku i tyre. Por gjithsesi jemi ne gazetarë që në një farë mënyre mbulojmë atë transparencën e tyre. Ka shumë pikpyetje rreth kësaj marrëdhënie, publiku është i ndarë në dy pjesë. 1% pretendon që Brikena dhe Mateo janë të ndarë. 1% pretendon që Brikena dhe Mateo janë bashkë. Çfarë ndodhi me këtë, domethënë çfarë ndodhi me këtë çift? Tani fillimisht një herë, Brikena dhe Mateo nuk kanë arsye pse të lidhen dhe pse të ndahen. Nuk është ajo marrëdhënia lidhu dhe ndau, ato të dy janë lidh një herë dhe kanë vazhduar të lidhur. Kanë përdorur mekanizma të tipit që janë treguar tek publiku si të ndarë, se tani publiku nuk e ka krijuar vetë këtë bindjen, ka parë pika, ka parë lëvizje tek ato që ka krijuar këtë bindjen, po kjo lëvizja ka qenë në interes të Brikenës dhe Mateos. E bëjnë gjithçka për interesin, por në këtë rast më shumë të televizionit se sa të tyre. Se publiku e vlerëson Brikenën dhe Mateon për Brikenën dhe Mateon, ndjehet keq nëse ato të dy janë të ndarë, sepse publiku do t'i shikon bashkë. Por nuk do të thotë që publiku, edhe nëse janë të ndarë për shembull, nuk do ta mbështet Mateon, nuk do ta mbështet Brikenën, sepse publiku i ka vlerësuar që të dy në Big Brother. Brikenën për Brikenën, Mateon për Mateon, po t'i vësh në një kandar të dy peshojnë, si Brikena si Mateo, dhe publiku në asnjë mënyrë nuk do të bënte një lëvizje të tillë për të urryer njërin nëse ndahet nga tjetri ose për të mos mbështetur asnjërin. Publiku e ka vlerësuar Brikenën, publiku e ka vlerësuar Mateon. Dhe kjo gjëja që po ndodh është pak e shëmtuar në favorin e tyre. Por duhet kuptuar një gjë, që Brikena dhe Mateo marrëdhënien e tyre e kanë marrëdhënien e tyre. Dhe siç duket, ato kanë vendosur që të shkojnë deri në fund të Top Arenës në këtë dimension. Që unë jam i bindur që Mateo përsëri do të bëjë lëvizje dhe do t'i dhurojë një buket me lule Brikenës, do të mbajë një unas në dorë dhe do t'i thotë Brikenës që a ke nevojë ti për mua, unë kam nevojë për ty, propozim martese, a do të martohesh me mua. Sepse po të ishte një ndarje e vërtet, mimikat e Mateos dhe Brikenës, lëvizje, qëndrime do t'ishin krejtësisht të ndryshme, Mateo do t'ishte më inatosur me të, nuk do t'ishte buzëqeshja e njëjtë, nuk do t'ishte qëndrimi i njëjtë, nuk mundet ty të flasin për ishin tënd, të ta lëvdojnë ishin në fytyrë dhe ti të ndjesh i lumtur. Wow, çfarë femre kam patur unë? Jo, ndjesh i mërzitur. Çfarë ylli pas kam humbur unë. Edhe në këtë rast unë shoh një Mateo dhe një Brikena që janë harmonikisht shumë të lumtur me njëri tjetrin, që kanë një dashuri shumë të bukur me njëri tjetrin, që e jetojnë dashurinë e tyre, që e shijojnë momentet e tyre dhe që po kënaqen pranë njëri tjetrit. Unë i shoh shumë të ndërtuar shpirtërisht mirë këto si çift.
nga ana tjetër shoh një Brikena e cila është fokusuar jashtëzakonisht shumë tek rubrika e saj, mundohet që ta bëj rubrikën sa më bukur, rubrikën e bën çdo puntat edhe më bukur, do me thënë çdo puntat edhe më shumë lirohet emocionalisht, edhe më shumë profesionalizohet, edhe më shumë në fakt bëhet e zonja e vetes, dhe në këtë rast Brikena është në nivelin më të bukur të qëndrimeve të saj, do me thënë është në dimensionin më të mirë të qëndrimeve të saj. Unë mendoj që e gjitha kjo loja është e mirë menduar nga ana e produksionit, që më duhet ta them këtë gjë, nuk është e mirë menduar nga ana e Mateos edhe Brikenës, sepse Mateo dhe Brikena nuk e kuptojnë, domethënë që kjo do të përfundon dhe cili është interesi fitimi i tyre. Nuk kanë asnjë lloj fitimi në fund të ditës, sepse ja dhanë të gjithë klikimet e televizionit dhe ku është këtu interesi. Dhe për këtë pikën mendoj që duhet të jenë pak më shumë transparent me publikun, duhet të kenë pak më shumë marrëdhënie me publikun dhe e vërteta duhet të jetë e vërtetë sepse publiku vlerëson jashtëzakonisht shumë të gjithë ato çifte që janë të vërteta dhe të gjithë ato çifte që të vërtetën e tyre e tregojnë në dimensionin siç është. Ndaçi shkatruar, ndaçi lumtur, ndaçi prishur, ndaçi gëzuar. Do të thënë është ky dimensioni që tregohet e vërteta e kësaj marrëdhënie dhe unë realisht shpresoj që ta shoh këtë të vërtet, shpresoj që ta prek këtë të vërtet. Dhe nga ana tjetër është këtu një Mateo që është i dashuruar pafund te Brikena. Unë e them, te Mateo dhe Brikena në asnjë mënyrë nuk ka ndarje, në asnjë mënyrë nuk ka largim. Tek Mateo dhe Brikena ka vetëm dashuri, ka vetëm respekt. Dhe ky respekti dhe dashuria i koordinon kaq bukur këta të dy, i bën kaq bukur që të jenë afër njëri tjetrit dhe ta shijojnë momentin me njëri tjetrin. Unë e shoh kështu si marrëdhënie dhe të tillë në fakt e ndjej që do të jetë. Por gjithsesi dua të marr edhe mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë marrëdhënie, si e vlerësoni ju këtë marrëdhënie dhe çfarë komenti keni ju rreth kësaj situate që po ndodh me çiftin Briteo, që në fakt ka përzgjedhur që të mbajë këto qëndrime, ka përzgjedhur që të jetë në këtë stat, do me thënë çifti Briteo. Dua të marr në këtë mes mendimin tuaj, edhe pse për mendimin tim çdo gjë është korekte, nga informacionet që kam unë, çdo gjë është normale, e gjitha kjo gjëja bëhet për klikime dhe besoj që Mateo në një prej ditëve do të reflekton shumë edhe do t'i kërkon me dëshirën e tij një propozim të bukur për martesë Brikenës. Do me thënë, e shoh këtë gjë, e pres këtë gjë dhe në fakt do ta jetojmë të gjithë të gjë sepse do të jetë momenti më i bukur që do të ndodhen në Top Arena, në atë skenë gjigante edhe shumë të bukur.